Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këto edicion informativ me mua, Ernilda Luze. Në vitin 2025 u rrit pesha e menaxherëve, profesionistëve dhe teknikëve në tregun e punës, ndërsa ul përqindja e të punësuarve në bujqësi dhe profesione të ngjashme. Tregu i punës në Shqipëri pësoi ndryshime gjatë vitit 2025, duke treguar një zhvendosje graduale të punësimit drejt profesioneve me kualifikim më të lartë. Sipas të dhënave, pesha e menaxherëve, profesionistëve dhe teknikëve arrit në 22.5% të totalit të punësuarve, në 25% që ishte një vit më parë. Edhe grupi në punësve, punojësve të shitjeve dhe shërbimeve shënoi një rritje të lehtë, duke kaluar nga 18.1% në 18.5% të punësimit total. Në të kundërt, punojësit e kualifikuar të bujqësisë dhe profesioneve të lidhura me tregtinë fillojnë të përbëjnë grupin më të madh në tregun e punës, por pesha atyre ra nga 47.5% në 45.3%. Rënje e vure edhe te punojësit e montimit të pajisjeve dhe makinerive, të cilët zbritën nga 8% në 7%, ndërsa profesionet elementare u rritën lehtë, nga 5.4% në 6.2%. Pesha e forcave të armatosura mbeti shumë e ulët, por shënoi një rritje të lehtë, nga 0.4% në 0.6%. Të dhënat sipas gjinies tregojnë se burrat vazhdojnë të dominojnë në profesionet e lidhura me bujqësinë dhe tregtinë, megjithëse pesha e tyre në këto kategori ra nga 50.5% në 47.2%. Ndërkohë pjesa e meshkujve në profesionet menaxheriale dhe teknike u rrit nga 18.3% në 19.5%. Për gratë, rritja ishte edhe më e theksuar në profesionet menaxheriale, profesionale dhe teknike, ku pesha u rrit nga 23.2% në 26.1%. Gratë vijojnë gjithashtu të kenë një përfaqësim të lartë në administratë, shitje dhe shërbime, ndërsa pesha e tyre në bujqësi ra nga 44% në 42.9%. Në tërësi, struktura e punësimit në vitin 2025 tregon një zhvendosje të ngadalë të fuqisë punëtore drejt profesioneve me aftësi dhe kualifikim më të lartë, ndërsa pesha e punësimit në sektorët tradicional, veçanërisht në bujqësi, vijon të tkurret. 8.1 miliard lek kanë mbledhur bashkitë në vend nga taksa e pasurisë gjatë vitit që lan pas, ku 49% është arkëtuar vetëm në kryeqytet, ndërsa 79% e zë vetëm taksa mbi ndërtesat. Bashkitë kanë mbledhur nga taksa mbi pasurinë afro 8.1 miliard lek apo rreth 81 milion euro vitin që lan pas, duke përbërë rreth 18% të totalit të ardhurave të veta të pushtetit vendor. Në raport me një vit më parë janë mbledhur rreth 474 milion lek apo 6.1% më shumë. Referuar raportit të financave vendore për vitin 2025, nga kjo shumë vetëm Bashkia e Tiranë ka siguruar rreth 3.9 miliard lek ose 49% të ardhurave nga ky burim në nivel kombëtar, duke reflektuar një përqendrim të konsiderueshëm të bazës së taksës mbi pasurinë në kryeqytet. Ndërsa gjysma tjetër ndahet në 60 bashki, duke bërë që pesha e kësaj takse në buxhetet e tyre të jetë shumë e ulët pavarësisht ndërtimeve që kanë këto territore. Taksa e pasurisë është rritur me 146% në raport me vitin 2015, megjithatë, pesha e saj mbetet relativisht modeste krahasuar me potencialin. Referuar raportit, taksa mbi ndërtesën zë rreth 79% të totalit të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, 9% zë taksa mbi tokën bujqësore, 8% taksa mbi transaksionet e kryera me pasuri të paluajtshme dhe 4% taksa mbi truallin. Duke filluar nga viti 2027, pritet të jetë rësisht funksionale kadastra fiskale, duke konsoliduar të gjithë informacionin për banesat sipas të dhënave të ASHK. Ky konsolidim do të sjellë më shumë të ardhurat, të cilat sipas Ministrisë së Financave projektohet të rriten me të paktën 20%. Ndërkohë që është hedhur për konsultim publik dhe projekt ligji për taksimin e pasurive të paluajtshme në Shqipëri me vlerën e tregut, çka do të sjellë rritje të ndjeshme të ardhurave nga ky zë në buxhetet lokale. Gjatë 2025-s, buxheti vendor ka mbledhur rreth 44.8 miliard lek të ardhura të veta, nga të cilat rreth 40.9 miliard lek ose 91% e zënë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore dhe pjesa tjetër prej 3.9 miliard lek ose 9% janë të ardhura jo tatimore. Ky raport është i qëndrueshëm krahasuar me një vit më parë. Në terma vjetor, të ardhurat e veta vendore në vitin 2025 u rritën me rreth 368 milion lek ose 0.8% krahasuar me vitin 2024. Burimi me peshën më të madhe në përbërjen e të ardhurave të veta vendore është taksa e ndikimit në infrastrukturë, e cila përbën 37% të totalit të këtyre të ardhurave.
Operatori i sistemit të shpërndarjes pritet të investojë rreth 150 milion lek për rikonstruksionin e rrjetit të tensionit të mesëm, kabinave transformuese dhe linjave të tensionit të ulët në Memaliaj, Tepelen, Përmet dhe Libohov. Qëllimi është modernizimi i plot infrastrukturës së shpërndarjes së energjisë elektrike, rritja e sigurisë së furnizimit, ulja e humbjeve teknike dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit. Drejtoria Rajonale e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së Gjirokastër ka shpallur procedurën e prokurimit për rikonstruksionin e rrjetit të tensionit të mesëm, kabinave transformuese dhe linjave të tensionit të ulët në disa prej fiderave kryesorë të nënstacioneve të Memaliajt, Tepelenës, Përmetit dhe Libohovës. Fondi limiti për llogaritur për këtë projekt është 149.994.000 lekë. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, ndërhyrje do të përfshin fiderat ujësjellës Maricaj, Minjera 1 dhe Minjera 2 në nënstacionin Memaliaj 110 kV, fiderat Dragot dhe Kalaja në nënstacionin Tepelen 110 kV, si dhe fiderat Petran, Qyteti dhe SMT në nënstacionin Përmet 110 kV. Qëllimi i investimit është modernizimi i plot i infrastrukturës së shpërndarjes së energjisë elektrike, rritja e sigurisë së furnizimit, ulja e humbjeve teknike dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit për mijëra abonent familjar, biznese, institucione, ujësjellësa dhe objekte industriale. Në dokument teksohet se është evidentuar se rrjeti ekzistues në zonat ku do të realizohen punimet është i amortizuar dhe nuk i përgjigjet më kërkesave aktuale për konsum energjie. Linjat elektrike janë të vjetruara, kabinat transformuese paraqesin probleme teknike, ndërsa defektet dhe ndërprerjet e furnizimit janë të shpeshta, veçanërisht gjatë kushteve të vështira atmosferike. Projekti parashikon rikonstruksion të rrjetit të tensionit të mesëm, ndërtimin e linjave të reja të tensionit të ulët, zëvendësimin e përçuesve të amortizuar, ndërtimin dhe rikonstruksionin e kabinave transformuese, si dhe instalimin e shtyllave të reja sipas standardeve teknike të operatorit të sistemit të shpërndarjes. Në zonat urbane do të ndërtohen edhe segmentet të reja kablore për të rritur sigurinë e furnizimit. Investimi shtrihet në një territor me rreth 40 km2 dhe prek bashkitë Tepelen, Memaliaj, Përmet dhe Libohov, ku jetojnë mbi 34.000 banor. Sipas dokumentit, zhvillimi urban, zgjerimi i aktiviteteve ekonomike dhe rritja e sektorit të turizmit kanë sjellë rritje të kërkesës për energji elektrike, duke bërë të domosdoshëm modernizimin e rrjetit ekzistues. Aktualisht zona furnizohet nga disa fidera kryesorë që ushqejnë 10 kabina transformime. Shumica e këtyre kabinave konsiderohen të amortizuara, çka kërkon rikonstruksion ose zëvendësim të plot sipas standardeve të reja teknike. Sipas relacionit teknik, ndërhyrjet synojnë të reduktojnë ndjeshëm humbjet teknike në rrjet, të eliminojnë lidhjet e palishme, të përmirësojnë parametrat e tensionit dhe të garantojnë furnizim më të qëndrueshëm me energji elektrike për konsumatorët. Gjithashtu, operatori i sistemit të shpërndarjes synon të sigurojë një rrjet shpërndarjes më modern dhe më efikas, me më pak defekte, ndërprerje dhe humbje energjie, duke krijuar një infrastrukturë të aftë për të përballuar nevojat në rritje të banorëve dhe zhvillimin ekonomik të zonës në vitet e ardhshme. Ministri i Financave Petri Çmanaj po ndjek nga afër zbatimin e skemës së kompensimit për fermerët në masën 10% të VSH-s për shitjet e produkteve bujqësore. Ministri u bëri apel fermerëve të aplikojnë sipas udhëzimit të tatimeve. Nëse të gjithë fermerët që plotësojnë kriteret për kompensimin e TVSH-s do të aplikojnë sipas udhëzimit të tatimeve, vlera e kompensimit për periudhën janar-qershor 2026 pritet të arrijë rreth 1.35 miliard lekë apo afro 13.8 milion euro. Ministri i Financave Petri Çmanaj, i shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj, zhvilloi një vizitë pune në Lushnjë dhe Fier për të ndjekur nga afër zbatimin e skemës së kompensimit të fermerëve në masën 10% të TVSH-s për shitjen e produkteve të tyre bujqësore, nga ku bëri thirrje që të aplikojnë për të përfituar nga skema e kompensimit, e cila synon të rrisë mbështetjen financiare, të nxjisë formalizimin e sektorit bujqësor dhe të krijojë kushte më të favorshme për zhvillimin e prodhimit vendas.
Duke filluar nga data 1 korrik, administrata tatimore ka filluar tashmë me kompensimin në masën 10% të produkteve bujqësore dhe blegtorale, të cilat tregtohen kundrejt faturave të rregullta tek pikat e grumbullimit apo në pikat e përpunimit. Sipas dhënave paraprake që kemi, shuma potenciale për të kompensuar ndaj fermerëve është në masën 13.8 milion euro. Ftojmë të gjithë fermerët të bëjnë aplikimet përkatëse dhe Drejtoria Rajonale të përpiqet të jetë sa më afër fermerëve për t'i ndihmuar për t'i udhëzuar që pagesat u kalojnë sa më shpejt. Po ashtu, Ministri i Financave zhvilloi një takim me fermerë në zyrën e shërbimit të tatim paguesve pranë Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Fier, ku prezantuan konkretisht procedurat e aplikimit për përfitimin e kompensimit të TVSH-s dhe u ofrua asistencë praktike për fermerët që ende nuk kanë aplikuar për përfitimin e kompensimit. Është një proces të cilin ne jemi përpjekur ta digitalizojmë maksimalisht. Është një proces i cili mund të bëhet lehtësisht nëpërmjet sistemit e-filing, ku fermerët mund të hyjnë në llogarinë e tyre. Aty janë të gjitha faturat e rregullat tatimore të listuara dhe mjafton me një kërkesë të thjeshtë dhe me numrin e llogarisë bankare të kryejnë aplikimin, e cila pastaj më tej do të vijohet nga ana e administratës tatimore për të bërë dhe rimbursimin drejt për drejt në llogarinë tuaj bankare. Nga ana tjetër, Ministri Mala i bëri thirrje të gjitha pikave të grumbullimit dhe të përpunimit që të lëshojnë faturat e tyre për të gjitha produktet që blejnë nga ana e fermerëve apo blegtorëve. Sipas të dhënave të administratës tatimore, numri prodhuesve bujqësor që shesin tek subjektet me përgjegjësi për TVSH-n është rritur në 9.501, ndërsa numri blerësve me TVSH ka arritur në 616. Janë shpatur fituesit për ndërtimin e 2 loteve të parë të bypassit të Elbasanit. Vlera totale e kontratave arrin në rreth 40 milion euro, duke sjellë kursim për gati 20 milion eurosh në krahasim me fondi limit fillestar. Autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur fituesit e 2 procedurave për ndërtimin e rrugës lidhëse me saksit Tiranë-Elbasan dhe Korridori 8, 2 kontrata që përbëjnë fazat e para të bypassit të Elbasanit. Për fazën 1 me fond limit prej 3.3 miliard lekësh, fitues është shpallur shoqëria 2T me ofertë prej 2.13 miliard lek pa TVSH, ose rreth 35% me ulët se fondi limit. Ndërkohë për fazën 2 me fond limit prej 2.5 miliard lekësh, fitues është shpallur Salillari me ofertë prej 1.8 miliard lek pa TVSH, rreth 28% nën fondin limit. Tenderët përfshin ndërtimin e rrugës lidhëse me saksit Tiranë-Elbasan dhe Korridori 8, një segment rreth 4 kilometra i gjatë që përbën pjesë të bypassit të Elbasanit. Traseja nis përpara rreth rrotullimit të Bredasheshit dhe përfundon në afërsi të ish kombinatit metalurgjik. Ky investim synon të reduktojë ngarkesën e trafikut në hyrje-dalje të autostradës Tiranë-Elbasan, veçanërisht në zonën e Bredasheshit, e cila prej vitesh konsiderohet një nga pikat më problematike për qarkullimin e automjeteve. Bypassi i Elbasanit është pjesë integrale e Korridorit 8 dhe do krijojë lidhje ndërmjet 2 segmenteve kryesore që janë aktualisht në zhvillim, Elbasan-Lekaj dhe Elbasan-Qafthan. Sipas dokumenteve të projektit, realizimi i bypassit pritet të shkurtojë kohën e udhëtimit, të lehtësojë trafikun në qytetin e Elbasanit, të reduktojë ndotjen e ajrit dhe të përmirësojë sigurinë rrugore. Investimi është përfshirë dhe në dokumentin e politikave prioritare 2027-2029, ku bypassi i Elbasanit vlerësohet me një kosto totale prej rreth 240 milion eurosh. Procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme po dëshmon interes të lartë dhe impakt drejt për drejt financiar për qytetarët dhe sipërmarrjet. Kostoja fiskale kursyer ka kaluar 104.3 milion euro. Rivlerësimi pronave ka sjellë lehtësime financiare për qytetarët që duan të shesin banesat e tyre, me tarifën e reduktuar brenda muajve të parë nga nisja e këtij procesi. Kostoja fiskale e kursyer nga tatim paguesit ka arritur shifrën rekord prej 104.3 milion euro. Ky kursim vjen si pasojë e mekanizmave lehtësues për rivlerësimin, proces që mundson pronarëve të përditësojnë vlerën e shtëpive, trojeve apo ndërtesave komerciale me çmimet aktuale të tregut, duke paguar një tarifë tatimore të reduktuar mbi diferencën e vlerës. Drejtori i Narea Reinaldo Pipiria thot për Skan se interesi për këtë proces deri tani ka qenë i lartë, duke e bërë si fushatën më të suksesshme për numër aplikimesh. Dhe nëse ne shikojmë statistikat, qoftë për numrin e aplikimeve, qoftë për volumin të argëtuar, qoftë edhe për volumin e rivlerësimit për numër aplikim, jemi shumë më mirë se vitet e tjera. Dhe nëse vazhdojmë në këtë trend, i bie që do të jemi viti ose fushata më e suksesshme e rivlerësimit pasuri paluajtshme, duke pasur parasysh që nuk është një vit i plot,
fatkeqësisht për shkak se akti ligjor e dorë me vonesë, po themi nga marsi deri në fund të 2026-s, i bëj që të jetë fushata më suksesshme për numër aplikimesh për para të argëtuara dhe për volum rivlerësimi. Por cilat janë efektet që do të sjellë ky proces me çmimin e banesave pas sezonit turistik? Cilat janë të formalizuar tashmë vlera pasuritë paluajshme në karteret e pasurisë paluajshme. Kështu që janë dy efekte shumë të mira. Presim që të ketë tjetër lloj ritmi tregu pasurive, sidomos pas sezonit të turizmit, sepse të gjithë e dinë që në një moment kur ka turist është pak më e vështirë për të blerë, sepse gjithë vëmendja shkon në drejtimin e blezhëve të huaj. Pra ka më tepër presion në treg, ka dhe më tepër konkurrencë, edhe kryesisht shkon në vëmendja ndaj blezhëve të huaj. Kështu që presim që gjatë shtator, tetor, nëntor dhe muajin dhjetor të ketë pak më tepër hapësirë për blerësit vendas dhe për çdo i cili do të gjejë një alternativë ekonomike. Kjo skemë mundson pronarëve të përditësojnë vlerën e pronave të tyre me çmimet reale të tregut, duke u ngarkuar me një kosto fiskale shumë më të ulët gjatë transferimit të mëtejshëm të titujve të pronësisë, përmes aplikimit të normave preferenciale të tatimit, të cilat janë parashikuar në kuadrin ligjor në fuqi. Zotëruesit e pasurive të paluajshme kanë arritur të ulin ndjeshëm detyrimet që zakonisht derdhen në buxhetin e shtetit për këtë kategori. Afati ligjor për të përfituar nga këto lehtësi fiskale përfundon më 31 dhjetor 2026. Tregu i qërave në Tiranë tregon se Myslimshqyri, 21 dhjetori, qendra dhe rruga Elbasanit ofrojnë kombinimin më të mirë mes kërkesës së lartë dhe të ardhurave të qëndrueshme për pronarët. Investimi në apartamente për qira vijon të mbetet një nga format më të preferuara të investimit në Tiranë, por jo të gjitha lagjet garantojnë të njëjtin nivel fitimi apo të njëjtën siguri për pronarët. Të dhënat tregojnë se disa zona të kryeqytetit dallohen për kombinimin e qirave të larta, kërkesës së qëndrueshme dhe rreziku të ulët që banesa të mbetet pa qiramarrës. Në krye të listës sipas studimit të Investropa renditet Myslimshqyri, i cili ofron balancën më të mirë mes të ardhurave dhe sigurisë të investimit. Një apartament me një dhomë gjumi në këtë zonë jep një qira të vlerësuar në rreth 72.000 lekë në muaj, ndërsa rendimenti neto arrin 5.5%, një nga nivelet më të larta në kryeqytet. Edhe zona 21 dhjetorin mbetet një alternativë fort për investitorët. Një apartament me 2 dhoma gjumi jep një qira mesatare të vlerësuar prej 67.000 lekësh, ndërsa rendimenti neto arrin në 4.4%. Kosto më e përballueshme e blerjes së banesave krahasuar me zonat më qendrore. Ndërkohë zona e qendrës dhe e sheshit Skënderbej vazhdon të ketë kërkesë shumë të lartë fal afërsisë me institucionet publike, bizneset, zyrat dhe shërbimet kryesore. Një apartament me 2 dhoma gjumi në këtë zonë mund të sigurojë rreth 101.000 lekë qira në muaj. Megjithatë, çmimet e larta të pronave bëjnë investimin fillestar më të kushtueshëm. Një tjetër zonë që tërheq interes është rruga Elbasanit, e favorizuar nga afërsia me ambasadat, universitetet, shkollat dhe institucionet. Qiraja e një apartamenti me 2 dhoma vlerësohet në rreth 86.000 lekë në muaj, por rendimenti neto mbetet më i ulët, rreth 2.8% për shkak të çmimeve të larta të blerjes së pronave. Një qira e lartë nuk garanton domosdoshmërisht investimin më fitimprurës. Në zona si bloku, megjithëse qirat janë ndër më të lartat në Tiranë, pronat mund të qëndrojnë më gjatë pa qiramarrës, nëse janë të mbilvlerësuara ose nuk ofrojnë standardin që kërkon tregu. Shqipëria dhe Italia kanë thelluar bashkëpunimin me fokus modernizimin e sistemeve doganore, shkëmbimin elektronik të dhënave dhe integrimin e inteligjencës artificiale në proceset e kontrollit dhe të menaxhimit. Thellojt bashkëpunimi në fushën doganore Shqipëri-Itali. Drejtori i përgjithshëm i administratës doganore shqiptare Besmir Beja zhvilloi një vizitë në Agjencinë Italiane të Doganave dhe Monopoleve, ku prit nga drejtori i përgjithshëm Roberto Alese. Sipas njoftimit të administratës doganore, diskutimet të përqendruan te modernizimi i sistemeve doganore, shkëmbimi elektronik i të dhënave, menaxhimi i riskut, përdorimi i inteligjencës artificiale në proceset doganore, si dhe zbatimi i sistemeve të reja europiane, me synim rritjen e efikasitetit, sigurisë dhe lehtësimin e tregtisë. Gjatë takimit, palët vlerësuan partneritetin e konsoliduar ndërmjet dy administratave të ndërtuar për më mbi shumë se 25 vite bashkëpunimit të suksesshëm. Beja zhvilloi gjithashtu takime me drejtues të lartë të Agjencisë Italiane të Doganave dhe Monopoleve, si dhe me përfaqësues të Guardia di Financave, ku diskutua mbi forcimin e bashkëpunimit në fushat prioritare. Agjencia Italiane e Doganave dhe Monopoleve mbetet një nga partnerët kryesor të administratës doganore shqiptare në procesin e modernizimit, duke ofruar ndër vite asistencë teknike, ekspertizë, trajnime dhe mbështetje për parafrimin e legjislacionit dhe procedurave doganore me standardet e Bashkimit Evropian.
Interesi për grandet e startupeve vijon të jetë i lartë. Sipas të dhënave në thirrjen Grant 2026 janë regjistruar mbi 1200 aplikime ku Tirana mban peshën kryesore. Ekosistemi startupeve në Shqipëri po ngrihet gradualisht edhe përtej Tiranës. Të dhënat e publikuara nga Startup Albania Agency tregojnë se për programin Grant 2026 janë regjistruar 1249 aplikime nga të gjitha qarqet e vendit. Tirana kryeson me diferencë duke numëruar 924 aplikant ose rreth 3/4 e totalit. Pastaj renditet Shkodra me 88 aplikime, ndërsa Durrësi me 63 dhe Vlora me 30. Në qarqet e tjera, Fieri regjistron 22 aplikime, Elbasani dhe Korça nga 18 secili, Gjirokastra 16, Berati 13, ndërsa Lezhë dhe Kuksi nga 10 aplikime. Numrin më të ullët të aplikimeve e ka Dibra me 7. Shifrat tregojnë se megjithse Tirana mbetet qendra kryesore si përmarrjeve inovative interesi për zhvillimin e ideve të reja të biznesit, po rritet edhe në qytete të tjera. Kjo pritet të ndikojë në zgjerimin e ekosistemit të inovacionit dhe krijimin e mundësive të reja për sipërmarrësit në të gjithë vendin. Programi Grant 2026 synon të mbështes startupet me potencial zhvillimi, duke nxitur inovacionin, teknologjinë dhe krijimin e bizneseve të reja si pjesë e politikave për forcimin e ekonomisë së bazuar në sipërmarrje dhe ide inovative. Pagesat përmes sistemit AIPS Euro vijuan të rriten gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026. Qershori ishte muaj më aktiv, duke konfirmuar përdorimin në rritje të sistemit për transfertat me vlerë të lartë. Pagesat në euro të kryera brenda vendit përmes sistemit AIPS Euro kanë vijuar të zerohen edhe gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, duke konfirmuar se ky mekanizëm mbetet kanali kryesor për transfertat me vlerë të lartë. Të dhënat më të fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se si numri i transaksioneve ashtu edhe vlera e tyre kanë mbetur në nivele të larta, pavarësisht luhative të lehta nga njëri muaj në tjetrin. Sipas statistikave zyrtare, nga janari deri në qershor janë realizuar rreth 239.000 transaksione, me një vlerë totale prej 3.6 miliardë eurosh. Kjo do të thotë se mesatarisht përmes sistemit AIPS Euro janë transferuar mbi 600 milionë euro në muaj, duke pasqyruar rëndësinë që ky sistem ka për ekonominë shqiptare. Ecuria mujore tregon një rritje të vazhdueshme të numrit të pagesave gjatë muajve të parë të vitit. Nga rreth 31.000 transaksione në janar, numri u rrit në 35.000 në shkurt dhe kaloi në mbi 39.000 në mars. Ritmi pozitiv vijoi edhe në prill, kur u regjistruan afro 43.000 pagesa, ndërsa në maj pati një tërheqje të lehtë. Megjithatë, kjo ronjë rezultoi e përkohshme pasi në qershor sistemi shënoi nivelin më të lartë të vitit, me mbi 48.000 transaksione, rreth 15% më shumë se në muajin maj. Edhe vlera pagesave ka ndikur një ecuri pozitive, megjithëse me luhatje më të dukshme. Pas një rritje graduale nga janari deri në mars, në prill u regjistrua kulmi 6 mujorit, me mbi 733 milionë euro pagesa të përpunuara. Në maj u vure një ngadalësim, ndërsa qershori solli rikthimin e rritjes me një vlerë prej 707.6 milionë eurosh. Edhe pse mbetet pak në nivelin rekord të prillit, kjo tregon se aktiviteti në sistem është rikthyer në ritme të larta. Në praktikë, kjo do të thotë se gjatë qershorit janë kryer më shumë pagesa se në çdo muaj tjetër të vitit, por me një vlerë mesatare disi më të ulët për çdo transaksion. Kjo është një ecuri normale për një sistem që përdor çdo ditë nga institucione publike, banka dhe bizneset për pagesa me vlera të konsiderueshme. AIPS Euro përdoret kryesisht nga qeveria për pagesën e euro, përfshirë shlyerjen e detyrimeve të borxhit të jashtëm, nga bizneset për transfertat me vlera të mëdha, si edhe nga bankat për pagesat ndërbankare. Edhe pse qytetarët nuk e përdorin drejt për drejt në përditshmëri, funksionimi i këtij sistemi ndikon në përshpejtimin e qarkullimit të fondeve dhe rrit efikasitetin e pagesave në euro në të gjithë ekonominë. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.